Horoskopi ditor, e hënë, 6 tetor 2025. Dashi. Energjia kozmike e sotme inkurajon një qasje të ngadalt dhe të qëndrueshme. Yjet sugjerojnë të përqendroheni në detyra praktike, veçanërisht ato që mund t'i keni shtyrë. Pozicioni i Mërkurit përmirëson aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë këtë një ditë të përsosur për biseda ose prezantime të rëndësishme. Ndërsa ambicia është pjesë e natyrës suaj, balancimi i kësaj me durimin do të sigurojë suksesin. Në një nivel personal, jeni të vëmendshëm ndaj të dashurve. Mbështetja juaj do të thotë më shumë se sa mendoni. Angazhohuni në dëgjim aktiv për të forcuar lidhjet. Financiarisht, shmangni shpenzimet impulsive, pasi mund të lindin shpenzime të paparashikueshme. Përqendrimi në kursim do të përfitojë planet e ardhshme. Nga ana shëndetësore, relaksimi me një hobi ose aktivitet të preferuar në natyrë mund të ofrojë relaksim shumë të nevojshëm. Përqafoni momentet e vetmisë. Ato do të rimbushin shpirtin tuaj të zjarrt. Deri në mbrëmje, një ndjenjë arritje do të përputhet me yjet, duke pohuar përpjekjet tuaja. Besojini instinkteve tuaja dhe përqafoni qetësinë që vjen me sigurinë në aftësitë tuaja. Demi. Dita e re ju fton të përqafoni fleksibilitetin. Kozmosi inkurajon përshtatshmërinë në mjediset profesionale. Ndryshimet e papritura mund të çojnë në rezultate pozitive. Venusi nxjerr në pah kreativitetin tuaj, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për ndjekje artistike ose zgjidhje problemesh në punë. Besojini instinkteve tuaja krijuese për të kapërcyer pengesat. Financiarisht mund të paraqitet një mundësi për të rritur të ardhurat. Vazhdoni me strategji të llogaritura. Në marrëdhënie, shtrirja aktuale astral nxit rritjen. Bisedat kuptimplote me të dashurit mund të çojnë në një kuptim më të thellë. Respekti ndërsjellë dhe ndershmëria janë thelbësore. Shprehni qartë nevojat tuaja për harmoni. Sa i përket shëndetit, mbani një rutinë të ekuilibruar. Vëmendja ndaj të ushqyerit dhe ushtrimet e rregullta do të rrisin nivelet e energjisë. Relaksimi në mbrëmje është thelbësor. Merrni në konsiderat meditimin ose një libër të preferuar për të çlodhur. Ndërsa dita përfundon, reflektimi do t'i sjellë qartësi vendimeve të fundit. Besojini rrjedhës natyrore të ngjarjeve dhe vlerësoni qëndrueshmërinë tuaj. Yjet inkurajojnë vetëdhëmshurinë dhe besimin në rrugën tuaj. Binjakët. Konfigurimi qiellor i sotëm ju nxit të përqendroheni në kujdesin për veten. Ndikimi i hënës është i fortë, duke nxitur vetanalizën dhe rritjen personale. Merrni kohë për të reflektuar mbi përvojat e fundit, duke i dhënë vetes hapësirë për të kuptuar emocione më të thella. Profesionalisht, prioritizimi i komunikimit mund të çojë në përparime. Aftësia juaj për të artikuluar ide të rindjeshëm dinamikën e ekipit. Jeni të hapur ndaj bashkëpunimeve. Njohuritë e përbashkëta mund të nxisin ide inovative. Financiarisht, rivlerësimi i zakoneve të shpenzimeve mund të zbulojë rregullime të nevojshme. Është një ditë e favorshme për planifikimin e buxheteve të ardhshme. Në marrëdhënie, hapja me të afërmit sjell momente lidhjeje, veçanërisht kur diskutohen aspiratat. Çdo tension mund të lehtësohet me dëgjim empatik. Shëndeti është thelbësor. Merrni në konsiderat angazhimin në aktivitete relaksuese që qetësojnë mendjen, të tilla si yoga ose shëtitjet në natyrë. Mbrëmja fton për të çlodhur. Kënaquni me kënaqësi të thjeshta që sjellin gëzim. Besojini instinkteve tuaja. Sa më shumë ta dëgjoni zërin tuaj të brendshëm, aq më të lidhur do të ndiheni me ritmin e universit sot. Gaforria. Më 6 tetor, ju tërhiqeni nga shtëpia dhe familja, ku natyra juaj e kujdesshme gjen shprehje. Radhitja e yjeve nxit një fokus në harmoninë familjare dhe hapësirën personale. Sot, nxitja e lidhjeve dhe ofrimi i mbështetjes për të dashurit mund të forcojë lidhjet. Në karrierën tuaj, mbështetja në intuitën tuaj udhëzon vendimarrjen efektive. Besojini instinkteve tuaja kur përballeni me dilema në vendin e punës. Financiarisht është një ditë për qasje të kujdesshme. Merrni në konsiderat sigurinë afatgjat mbi kënaqësinë e menjëhershme. Mund të lindin diskutime rreth burimeve të përbashkëta. Qartësia dhe transparenca parandalojnë keqkuptimet e ardhshme. Inteligjenca juaj emocionale shkëlqen, duke ofruar qartësi në situata të vështira. Sa i përket shëndetit, synoni ekuilibrin, angazhohuni në aktivitete që nxisin mirëqenien fizike dhe mendore, të tilla si një shëtitje e shpejtë ose meditim. Ndërsa dita mbaron, jepini përparësi pushimit dhe reflektimit. Këto momente mund të ofrojnë njohuri për planet e ardhshme. Me durim dhe dashuri, rezultatet pozitive janë të arritshme ndërsa lundroni në këtë ditë të qetë dhe introspektive.
Luani. Sot është një ditë për shprehje të vetvetes dhe lidhje shoqërore. Energjia kozmike rrit karizmën tuaj, duke ju bërë qendrën e vëmendjes si në mjediset profesionale ashtu edhe në ato personale. Përdoreni këtë në avantazhin tuaj duke shfaqur talentet dhe duke marrë role udhëheqëse. Në punë idetë tuaja inovative mund të tërheqin vëmendje pozitive. Bashkëpunimi është çelësi për t'i sjellë këto në jetë. Diskutimet financiare mund të japin rezultate të favorshme, veçanërisht kur i artikuloni qartë nevojat tuaja. Në marrëdhënie, ngrohtësia juaj krijon ura për boshllëqet, duke nxitur lidhje më të thella me të dashurit. Angazhohuni në biseda të përzemërta, por keni kujdes që të ruani ekuilibrin për të shmangur mbi ngarkesën e të tjerëve. Sa i përket shëndetit, vitaliteti juaj është i lartë. Kanalizoni këtë energji në aktivitete që ju entuziazmojnë, qoftë një hobi krijues apo një rutinë fitnesi. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, gjeni kohë për të çlodhur dhe për të rimbushur, ndoshta me një libër ose muzikë të preferuar. Lërini yjet ju udhëzojnë për të përqafuar gëzimet e lidhjes dhe kreativitetit këtë ditë të gjallë. Virgjëresha. Më 6 tetor, kozmosi ju nxit qartësi dhe precizion në përpjekjet tuaja. Vendosja planetare thekson respektimin e rutinave dhe përpikërinë në detyra. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do të shpërblehet. Kontrolloni 2 herë punën tuaj për të shmangur mbikëqyrjet e vogla që mund të çojnë në probleme më të mëdha. Natyra juaj analitike është forca juaj, duke ju udhëhequr përmes sfidave komplekse. Financiarisht, planifikimi praktik dhe investimet e kujdesshme mund të vendosin themelet për sigurinë në të ardhmen. Konsideroni diskutimin e qëllimeve afatgjata me një këshilltar të besuar për reagime konstruktive. Në jetën personale, lidhjet ushqyese janë jetësore. Gjestet e vogla të mirësisë ndihmojnë shumë drejt thellimit të marrëdhënieve. Angazhohuni në biseda kuptimplote për të zgjidhur çdo tension themelor. Nga ana shëndetësore, mbajtja e një diete të ekuilibruar dhe rutina e rregullt të ushtrimeve do të rrisin nivelet tuaja të energjisë. Koha e mbrëmjes duhet të rezervohet për relaksim. Kënaquni me aktivitete qetësuese si leximi ose praktikat meditative. Besoni në aftësitë tuaja dhe mbështetjen e universit, ndërsa lundroni në detajet e kësaj dite. Peshorja. Harmonia dhe ekuilibri janë temat tuaja udhëheqëse më 6 tetor. Me Venusin që thekson marrëdhëniet, sot ofron mundësi për të forcuar lidhjet personale dhe profesionale. Në vendin e punës, bashkëpunimi me kolegët mund të çojë në rezultate të suksesshme. Merrni në konsiderat bashkëpunime krijuese për të maksimizuar sinergjinë. Financiarisht, yjet favorizojnë diskutimet rreth burimeve të përbashkëta ose sipërmarrjeve të përbashkëta. Komunikimi i qartë do të jetë çelësi për transaksionet e qeta. Në jetën tuaj personale, është një ditë e përsosur për zgjidhjen e keqkuptimeve dhe thellimin e lidhjeve me të dashurit. Aftësitë tuaja diplomatike shkëlqejnë, duke nxitur një mjedis mirëkuptimi dhe paqeje. Përqafoni dialogët e hapur për të adresuar çdo tension të mbetur. Nga ana shëndetësore, ruajtja e ekuilibrit është thelbësore. Përqendrohuni në rutinat e ushtrimeve që kombinojnë lëvizje me vetëdijen, të tilla si yoga ose tai chi. Ndërsa afrohet mbrëmja, kushtojini kohë relaksimit duke u përfshirë në ndjekje artistike ose përvoja kulturore. Besoni në rrjedhën kozmike dhe përqafoni bukurinë që ekuilibri sjell në tapetin e jetës suaj sot. Akrepi. 6 tetori bën thirrje për vetanalizë dhe transformim. Energjia kozmike ju fton të eksploroni sfera më të thella brenda vetes, duke hequr dorë nga modelet e vjetra për rritje personale. Profesionalisht, intuita juaj është e rritur. Mbështetuni tek ajo për të lundruar në për situata komplekse. Kjo ditë inkurajon shqyrtimin nga afër të aspiratave të karrierës, duke zbuluar potencialisht shtigje ose strategji të reja. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm dhe shqyrtimi i investimeve do të forcojnë stabilitetin. Shmangni vendimet impulsive. Analiza reflektive sjell qartësi. Në marrëdhëniet personale, cenueshmëria hap dyert për intimitet më të madh. Mund ta gjeni veten duke ndarë më shumë me të dashurit, duke nxitur lidhje më të thella. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në mirëqenie mendore dhe emocionale. Merrni në konsiderat angazhimin në aktivitete që nxisin vetreflektimin, siç është mbajtja e një ditari ose meditimi. Mbrëmja ofron hapësirë për të çlodhur. Kushtojini kohë hobive që ndezin pasionin tuaj. Besojini fuqisë transformuese të kësaj dite introspektive. Ndërsa yjet udhëheqin udhëtimin tuaj, mos harroni se përqafimi i ndryshimit çon në fuqizim të thellë dhe qartësi të ri për të rirë. Shigjetari. Aventura dhe eksplorimi janë në qendër të vëmendjes sot.
Rreshtimi kozmik ushqen kërkimin tuaj për njohuri dhe përvoja të reja. Profesionalisht, kjo është një ditë për shkëmbim idesh dhe zgjerimin e horizonteve. Merrni në konsiderat pjesëmarrjen në punëtori ose zhytjen në projekte të reja që ngjallin interesin tuaj. Financiarisht jini të kujdesshëm, por të hapur ndaj mundësive që premtojnë rritje. Bëni kërkime të plota përpara se të angazhoheni në investime. Në jetën personale, diskutimet me miqt mund të çojnë në plane ose bashkëpunime emocionuese. Përqafoni perspektiva të ndryshme që zgjerojnë pikpamjen tuaj. Optimizmi juaj natyror rrit ndër veprimet shoqërore, duke ndërtuar lidhje më të forta me të tjerët. Nga ana shëndetësore, aktivitetet fizike që ju sfidojnë dhe ju entuziazmojnë, të tilla si ecja në natyrë ose sportet, ofrojnë energji dhe gëzim. Ndërsa dita përfundon, reflektimi mbi njohuritë e reja mund të zbulojë shtigje përpara. Gjeni kohë për relaksim, ndoshta përmes muzikës ose një libri të preferuar për t'u çlodhur. Lëreni kuriozitetin tuaj natyror t'ju udhëheqë ndërsa eksploroni mundësitë që ofron kjo ditë e gjallë, duke i besuar energjisë mbështetëse të universit. Britsjapi. 6 tetori ka të bëjë me disiplinën dhe vendosmërinë. Yjet mbështesin natyrën tuaj metodike, duke ndihmuar në përballimin e projekteve në vazhdim me fokus të ri për të rirë. Në punë, këmbëngulja dhe vëmendja ndaj detajeve sjellin përparim. Jini të hapur ndaj reagimeve. Kjo mund të rafinojë strategjitë tuaja për efikasitet më të madh. Financiarisht, planet e investimeve dhe kursimeve afatgjata duhet të jenë përparësi sot. Merrni në konsiderat konsultimin me një profesionist për këshilla nga ekspertët për të siguruar qëllime të ardhshme. Marrëdhëniet përfitojnë nga qasja juaj e bazuar. Të dashurit vlerësojnë angazhimin dhe besueshmërinë tuaj. Komunikimi i qartë ndihmon në zgjidhjen e çdo tensioni, duke hapur rrugën për lidhje më të thella. Nga ana shëndetësore, një dietë e ekuilibruar së bashku me ushtrimet e rregullta mbajnë nivelet tuaja të energjisë. Rutina është qelësi. Ndërsa bie mbrëmja, gjeni ngushëllim në aktivitetet e kohës së lirë që ju relaksojnë mendjen, si një hobi i preferuar ose një reflektim i qetë. Besojini ritmit të qëndrueshëm të progresit tuaj. Durimi dhe përpjekja e vazhdueshme do të sjellin fryte. Mbështetuni në pikat tuaja të forta themelore dhe lërini yjet të mbështesin vendosmërinë tuaj të palëkundur sot. Ujori. 6 tetori shkëlqen me inovacion dhe pavarësi. Energjia kozmike ju nxit të mendoni jashtë kornizave, duke ofruar një perspektivë të re mbi sfidat. Profesionalisht, idetë tuaja origjinale fitojnë terren. Është një ditë për të prezantuar strategji ose koncepte të reja që mund të ndikojnë në drejtimet e ardhshme. Përqafoni përpjekjet bashkëpunuese. Dinamikat e ekipit përmirësohen nga njohuritë tuaja vizionare. Financiarisht, merrni në konsiderat eksplorimin e mundësive të pazakonta për investime pas një kërkimi të plot. Angazhimet shoqërore mund të çojnë në diskutime frymëzuese dhe partneritete të mundshme. Në marrëdhëniet personale, lidhjet e çmuara thellohen përmes ndjekjeve të përbashkëta intelektuale ose kauzave të përbashkëta. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është qelësi. Përfshini aktivitetet mendore dhe fizike në rutinën tuaj për të ruajtur mirëqenien e përgjithshme. Mbrëmja ofron kohë për relaksim, qoftë përmes rrugëve krijuese apo angazhimit me teknologjinë. Besoni në rrugën tuaj unike. Universi mbështet kërkimin tuaj për progres. Përqafoni individualitetin tuaj dhe lejoni që shpirti juaj inovativ të udhëheqë rrugën, duke ditur se kozmosi përputhet me aspiratat tuaja sot. Peshqit. Thellësia emocionale dhe intuita ju udhëheqin më 6 tetor. Yjet ndriçojnë natyrën tuaj empatike, duke e bërë këtë një ditë të përsosur për të kultivuar marrëdhëniet dhe për t'u dhënë mbështetje atyre që kanë nevojë. Profesionalisht, besoni instinkteve tuaja. Ato do t'ju udhëheqin përmes situatave komplekse me hir. Ndjekjet krijuese dhe projektet artistike lulëzojnë në ndikimet e sotme. Merrni në konsiderat t'i kushtoni kohë aktiviteteve që frymëzojnë. Financiarisht, rishikoni me kujdes shpenzimet. Një qasje e menduar siguron stabilitet. Në jetën personale, bisedat kuptimplote nxisin mirëkuptimin dhe lidhjet intime. Mbani kufi të qartë për të parandaluar mbi ngarkesën emocionale. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi paqes mendore dhe relaksimit. Aktivitete si meditimi ose yoga e butë mund të rivendosin ekuilibrin. Ndërsa dita mbaron, kërkoni qetësi përmes muzikës, leximit ose përqafimit të natyrës. Besojini inteligjencës suaj emocionale dhe udhëzimit të aleatëve të besuar. Universi ju inkurajon të shpreheni plotësisht, duke e ditur se mirësia dhe dëmshuria juaj e bëjnë botën një vend më të bukur në këtë ditë reflektuese.
Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.